Thesari I fshehtë I universit. 5 shenja që po marrin pasuri tani. Universi shpesh na flet në mënyra të fshehta dhe të papritura. Sot, një valë e fuqishme e energjie është hapur dhe për disa shenja të veçanta, kjo energji vjen si një thesar I fshehtë që shpaloset papritur. Është koha kur mund të ndodhë ndryshimi I madh, kur një ide e vjetër, një plan I harruar apo një mundësi e mbyllur deri dje hapet dhe shndërrohet në pasuri, sukses dhe mundësi të ardhmë. Këto 5 shenja kanë marrë dritën e gjelbër nga universi dhe tani është momenti për të vepruar, për të marrë guximin dhe për të ndjekur rrugën që do të sjellë përfitime të mëdha. A je ti mes tyre? Zbulo tani dhe mendo, a je gati të përqafosh thesarin e fshehtë që universi ka përgatitur për ty? Peshorja. Peshorja ka qenë prej kohësh në kërkim të ekuilibrit mes punës, dashurisë dhe vetes. Universi sot I zbulon një thesar të fshehtë, një mundësi financiare që vjen nga bashkëpunime të reja ose nga një ide që ka pritur të marrë formë. Mund të bëhet fjalë për një investim të mençur, një punë që shpërblehet papritur ose një mbështetje nga dikush që beson tek aftësitë e saj. Në dashuri, kjo energji e fshehtë sjell qartësi dhe më shumë harmoni. Partneri ose një person I ri mund të ofrojë jo vetëm dashuri, por edhe mbështetje për planet e saj. Sot është dita kur peshorja duhet të shohë përtej pasigurive dhe të bëjë hapin drejt suksesit. Universi I kujton se ekuilibri I vërtet nuk është thjesht paqe shpirtërore, por edhe siguri materiale. Ky është momenti I artë për të marrë një vendim që do të ndryshojë gjithçka. A do ta kapësh këtë shans? Akrepi. Akrepi është shenja e transformimit dhe universi e ka zgjedhur për t'i dhënë një thesar të fuqishëm që lidhet me pasurinë dhe suksesin. Për një kohë të gjatë ka ndjerë se diçka e madhe po afrohej, por nuk kishte prova konkrete. Sot, energjia e fshehtë hapet përmes një mundësie të re që lidhet me karrierën, financat ose një projekt personal. Mund të jetë një rritje page, një propozim që vjen nga askund ose një ide që më në fund sjell fitim. Në dashuri, pasioni I akrepit bëhet edhe më I fortë dhe mund të ketë një lidhje që shndërrohet në mbështetje të madhe shpirtërore dhe materiale. Universi I thot akrepit se ky është momenti për të lënë pas frikën dhe për të kapur me guxim thesarin që I ofrohet. E vetmja pyetje që mbetet është, a do guxoj akrepi të hapë portën e artë që I është dhënë sot? Demi. Demi gjithmonë ka kërkuar siguri materiale dhe universi sot I sjell një mesazh të madh. Thesari I fshehtë është hapur për të. Mund të shfaqet një mundësi pune e paguar shumë më mirë, një përfitim nga një projekt I lënë pezull ose një ndihmë që vjen në momentin e duhur. Sot është dita kur mund të kuptoj se puna dhe durimi nuk kanë qenë kot, sepse shpërblimi është gati. Në dashuri, Demi e ndjen mbështetjen e partnerit ose të dikujt të ri që hyn në jetën e tij. Kjo lidhje I jep jo vetëm siguri emocionale, por edhe një shtysë të fortë për të marrë vendime të rëndësishme. Universi I thot Demit, thjesht beso dhe vepro. Nëse kap këtë moment, mund të ndryshojë realisht kursin e jetës së tij financiare. Dhe pyetja e madhe është, a do të zgjedhë të hapë derën që I është ofruar sot? Shigjetari. Shigjetari është gjithmonë në kërkim të horizontit të ri dhe sot universi I jep një mundësi që nuk duhet humbur. Thesari I fshehtë për këtë shenjë vjen si një mundësi për rritje profesionale ose financiare nga një projekt që lidhet me krijimtarinë ose komunikimin. Mund të jetë një ofertë që hap rrugë të reja ose një person që I jep mbështetje për të realizuar ëndrat. Në dashuri, kjo ditë sjell më shumë aventurë dhe mundësi për të forcuar lidhjen me partnerin. Për beqarët, një takim I papritur mund të jetë çelësi I një historie të re dhe të bukur. Universi I kujton shigjetarit se është momenti të ndjek guximin dhe të mos e shtyjë më realizimin e ëndrave. Ky është momenti kur duhet të thotë po dhe të veprojë. Në fund, pyetja është, a do t'i jap fund pritjes dhe të bëj hapin që do e çojë drejt suksesit? Peshqit. Peshqit njihen për intuitën e tyre të fortë dhe për lidhjen me botën shpirtërore. Sot, universi u jep një mesazh të madh, thesari I fshehtë është hapur për ta. Kjo energji sjell mundësi financiare që mund të duket si e çuditshme ose e papritur, por është e destinuar të ndodhë. Mund të shfaqet një ofertë pune, një ndihmë e papritur nga një mik ose një fitim që nuk e kishim parashikuar.
Në dashuri, peshqit ndihen të mbrojtur dhe të dashur. Një lidhje e fortë sjell siguri dhe përkrahje për hapat që duhet të ndërmarrin. Universi i thot peshqve, besoni instinktin tuaj, sepse ai është qelësi për të hapur thesarin e vërtetë. Sot është dita për të mos pasur frikë nga ndryshimi, por për ta pranuar me guxim. A janë peshqit gati ta kthejnë këtë bekim në realitet? Peshorja, akrepi, demi, shigjetari dhe peshqit janë shenjat që universi ka zgjedhur sot për të marrë thesarin e fshehtë të pasurisë dhe suksesit. Ky është momenti i tyre për të vepruar dhe për të kapur mundësinë që nuk përsëritet shpesh. Pyetja është, kush nga ju do të guxojë të hapë këtë derë të ardhë dhe kush do të mbetet duke pritur? Bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit, shtyp like dhe shpërndaje këtë video që mesazhi i Universit të arrijë tek sa më shumë njerëz. Dhe mos haro të komentosh. A jeti mes këtyre shenjave të zgjedhura?